Tradhti e quani? Po, ajo është një tradhti, pasi që Fatmir Limaj nuk mund të futej asësin në kuvend, koft vet ose koft me 2 ose 3 bashkëpartijak të tij. Në kohën kur PDK-ja ja mbylli derën, Ramush Haradinaj ja hapi derën dhe i besoi atij Fatmir Limajt, të cilit e kishte edhe shok luftë edhe në krah gjatë shumë periudhave. Dhe nisur nga kjo thamë që mobilizimin e aleancës do të jetë komplet ndryshe, aleanca do të jetë shumë e fuqishme dhe besoj që nga zgjedhjet e ardhshme mund të jetë edhe faktor. Pra, nëse them faktor, nuk besoj që do të mund dikush tjetër ta formojë qeverinë pa bashkimin me aleancën e Ardhmërisë. Do të reveliu, a e shihni që tjetë mundshme kështu të ketë një dëmtim sa i përket Limajt? Jo, unë mendoj se zoti Limaj ka bërë tradhti politike, ashtu si e tha edhe parafolsi. Do të thonë, këtu kemi të bëjmë për një tradhti politike që është në vazhdën e tradhtive në mes të dy partive, pasi kohë më parë kishte një tjetër veprim që kishte bërë aleanca me marrjen e një deputetit nga nisma socialdemokratike. Mirë po, unë jam më së i sigurt se Fatmir Limaj është i vetëdijshëm në rast të mbajtjeve të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, po çfarë do zgjedhjesh, ai e ka të pamundur futjen në parlament pa një koalicion me një forcë tjetër politike. Ai provoi edhe me Partinë Demokratike, mirë po Partia Demokratike nuk ishte e gatshme të pranojë një koalicion. Pastaj u hodhën te Aleanca për Armërinë e Kosovës. Nëse këta nuk e kanë një marrëveshje me Albin Kurti dhe Lëvizjen Vetëvendosja, unë jam më së i sigurt se në zgjedhjet e tjera do besin jashtë parlamentit. E që unë besoj fuqishëm që nuk do të ketë një marrëveshje mes Fatmir Limajt dhe Albin Kurtit sa i përket zgjedhjeve. Pasi që prapë po nisën atë pjesa, egoja e vetëvendosjes nuk e lejon që të ketë Fatmir Limaj bashkërrugtar të zgjedhjeve. Se kohëve të fundit është diskutuar që Limaj ka pasur një kërkesë, sa i përket pozitës së kryeparlamentarit. Ka 2 kërkesa i ka Fatmir Limaj. E para është kryeparlamentare dhe një për një ministri. Jo, e dyta është për ta ulë pragin e zgjedhjeve, pra ligjin që të ulet pragu i zgjedhjeve. Këtë nuk e pas kemi dëgjuar. Kështu ka qarkulluar, por jo si kërkesë. Është kërkesë eksakte që vjen nga nisma. Por me gjitha ta ajo kërkesë nuk mund bëhet pa u konstituar kuvendi. Po pra, kjo është edhe arsye, që Albin Kurti e mon Fatmir Limaj në